Me rastin e 28 shkurtit ditës ndërkombëtare të sëmundjeve të rralla dhe përmbylljes së sezonit të 8 të projektit I njohim sëmundjet e rralla, që ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit publik për sfidat me të cilat përballen pacientët me sëmundje të rralla dhe familjet e tyre, Ministri I Shëndetësisë Azir Aliu deklaroi se Ministria e Shëndetësisë nuk do të lejojë që asnjë pacient me sëmundje të rralla të presë qoftë edhe një ditë për barna. Ai theksoi se është ndryshuar procedura për sigurimin e barnave për pacientët me sëmundje të rralla dhe se tashmë procedura do të jetë 3 vjeçare. Të jenë të qetë qytetarët dhe prindrit se shteti dhe ministria nuk do të lejojnë që asnjë pacient me sëmundje të rralla të presë edhe një ditë për këto ilaçe. Sipas ministrit Aliu, për herë të parë në vendin tonë hapet një procedurë 3 vjeçare. Sipas tij, duke pasur parasysh se shumica e pacientëve janë të rinj dhe se barnat përcaktohen sipas peshës trupore, është shumë e vështirë të bëhet një analizë plotësisht e saktë për numrin e pacientëve që do të trajtohen gjatë gjithë vitit. Për këtë arsye, metodologjia është ndryshuar dhe tani hapim procedurë për 3 vite. Ai u bëri thirrje kësaj kategorie qytetarësh dhe familjeve të tyre të jenë të qetë, pasi shteti dhe Ministria e Shëndetësisë, sipas tij, nuk do të lejojë që asnjë pacient me sëmundje të rralla të mbetet pa terapi apo të presë për barna.